Shkaku i parë, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, është më i madhi, nuk ka përpara tij, është besimi i sinqertë dhe besimi i drejtë për Zotin xhaleshanu. Është njësimi i Allahut xhaleshanu të vetëm në adhurim. Mos bësh adhurim për askënd tjetër vetëm se për atë që meriton, edhe është meritor për adhurimin, vetëm për Allahun xhaleshanu. Të gjithë çdo gjë përveç Allahut xhaleshanu janë krijesa, vetëm ai është krijuesi. Vetëm ai meriton adhurim, as kush tjetër që nuk e ka tagrin e krijuesit për Allahun xhaleshanu. Çdo gjë që hyn te koncepti i adhurimit duhet vetëm për Allahun xhaleshanu, vetëm për krijuesin e vërtet, për asgjë tjetër. Allahu xhaleshanu neve na tregoi se ai i cili e pajis zemrën edhe shpirtin me këtë besim të palëkundur, me këtë besim për krijuesin edhe për Allahun xhaleshanu, për Zotin e vërtet, ky është shkaku më madhor për të fituar faljen e Zotit. Ai i cili nuk e ka Zotin arrut, ka pjesë në faljen e Allahut xhaleshanu. Nuk e them unë, ka thënë Zoti në Kur'an. Ne dëshirojmë që çdo kush të jetë besimtar, çdo kush të jetë i udhëzuar, çdo kush të jetë njeri i mirë dhe vepër mirë, çdo kush të jetë njeri që lën gjurmë të mira në këtë jetë. Por gjithë secili e zgjedh vetë dhe e din vetë pra mënyrën se si do jetojë dhe se çfarë do veprojë në këtë jetë dhe në këtë botë. Luma di që i hapi Allahu xhaleshanu dritën e syve dhe dritën e zemrës.